mirë se erdhët të dashur miq, nisim Vila 24 edhe për sot, fundjava po afrohet pak nga pak. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes se dashur. Iku java. Iku java, erdhi fundjava, s'ka problem. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju urojmë si gjithmonë një ditë bukur dhe juftojmë të tek Këndi i Negatimit për treguar receta që do përcjellim për juve sot. Dhe siç tham, fundjava për fundjavë, unë kam menduar që pse jo mos të përgatisni dhe ju në shtëpiat tuaja këta kunguj të cilët do t'i bëjmë të mbushur. Kam filluar unë, domethënë i kam përgatitur pothuajse të gjitha dhe kam lënë një për të treguar mënyrën se si mundet domethënë që t'i hapim. Ka vegla që i përdorim dhe i hapim, por unë e sjell në mënyrën më të thjeshtë, që do të thotë tek fillojmë këtu te pjesa e zemrës së kungullit, dhe bëjmë një si thuaç në këtë mënyrë. Na duam pak kunguj të gjerët, mirë është që të gjejmë, domethënë sa punojmë më lehtë, punojnë më lehtë, mbushen më lehtë, edhe ja. Okej. I bëjmë këtë si thuaç pjesën për mbushjen. Pjesa e brendshme nuk shkon dëm, apo jo? Jo, bëjmë qofte. Bëjmë qofte shumë të mira. Nëse do kemi kohë, do i bëjmë. Nëse jo, do i bëjmë një herë tjetër. Ndërkohë këtu, që unë kam hequr dhe fetza për kapakët e kungujve. Pra këto janë kungujt. Në këtë mënyrë bëhe. Dhe shiko se sa të mira. Janë dhe të njomë, kanë dhe këto, si thuaç, pjesën e këtyre nuk kanë ato farat, janë shumë të mirë tani të kohë kungujt për të mbushur. Por unë do t'i bëj thjesht kungujt të mbushur se bëhen dhe me oriz dhe me qep të njoma me erza me si ajo mbushja specave, paka shumë i hargjë është ngjashëm. Mendova që të hedhe një dorë mish, kur themi ne 300 gram, se ne shqiptarët e duam çik mishin. Por duam dhe çik proteinë, me thënë të drejtën, megjithëse unë do të përdor dhe 2 kokravez, sepse do ta pres, me thënë do ta bëjmë një salcë limoni, që do t'tregoj më mbrapa se si do të bëhet. Do të kemi 2 kokravez, do të kemi limonin, 1 ose 2, kjo varet se sa të lëngshëm e kemi limonin ton. Gjithashtu do të na duhet një lugë niseshte. Dhe hajde të themi dhe këto të tjera, që duam qep, oriz, kopër, majdanoz, nenexhik, varet domethënë sipas shijeve tuaja. Kopra edhe majdanozi sigurisht shkojnë jashtëzakonisht te këto, por edhe nenexhiku është një erz që kombinohet shumë mirë. Gjithashtu vaj, kri, piper dhe një mix erzash ose një lëng mishi, them unë, për ta shtuar akoma më tepër shijen. Unë faktikisht këto mund t'i bëj edhe kështu, që t'i mbledhim të gjitha, edhe t'i punojmë, edhe t'i vendosim kështu si që janë të pagatuara. Por mendova, Anila, dale të hedhi mishin të pare, mos të hedhë vaj. Mendova që t'i kalosh një... T'i kaloj pak, do me thënë, një, si thuash... Një të skuqur të lehtë. Një kavërdisje të lehtë. Dhe këte bëj me qëllim që mishi të më aromatizohet pak. Edhe e hedh direkt në tigan, që e kam vendosur më përpara të nxehet, dhe të më thekërohet pak për të më lëshuar atë aromën e mirë dhe shijen e mirë. Dhe ndërkohë, në këtë mënyrë që e bëjmë, edhe si thuaç mishin, del brenda tek ajo kokrat e orizit, edhe mishin nuk qullosen, dalin më të shkoqura. Po, ne kuptoj. Nuk humbet pra mishi, sepse duke u skuqur fillon dhe krijon atë formën e vet. Plus që jep edhe një ekstra shije. Tani, në mënyrën tjetër që bëhet si një, si thua, gatim më i lehtë, për ata që kur kemi probleme me shëndetin, për shkakun që i shmangin të skuqurave dhe këto, e bëjmë në atë mënyrë. Por unë tani mendoj për rastet që s'kemi probleme me shëndetin dhe kur mos pashim probleme me shëndetin, ta bëjmë në këtë mënyrë që herë ashtu, herë kështu, që ta shijojmë, me thënë, edhe pak si më ndryshe. Ja, shikon tani me njerë sa unë hodha mishin, a i filloj do me thënë të lëshoj edhe aromën e mirë, dhe të më kavërdiset të më thënë ashtu si unë dua, dhe mbasi do të më bëhet mishi gati, do të shtoj këtu edhe qepën, dhe pastaj do të shtoj kripën edhe vajin. Edhe një nga një pastaj dhe të gjithë përbërësit e tjerë, orizin, erzat, të freskët këta, të thata. Këtë salcën jam kurioze të shoh se si do ta përgatisësh. Bëhet shumë e mirë, do ta lëmë, vendosim ne që të zjenë, në fund fare kur do rikthehemi recetës për ta përfunduar, do ta bëjmë mënyrën se si do ta bëjmë këtë salcën, që neve do ta servirim me salcë limoni, them unë, sepse vërtet bëhet shumë e shijshme. Ja, mishi është gati. Gati. Pra shumë pak, një skuqje të thjeshtë, të lehtë, pa e tepruar, kështu që
edhe në këtë mënyrë gati mirë jemi brenda rregullave të shëndetit. Nuk kemi tepruar as në ndyrën dhe as te skuqjen. Jo, vërtet mirë jemi, Anila. Jemi mirë. Ndërkohë, unë po shoh që këtej kemi rreshtuar edhe është një gatim shumë i mirë. Përbërësit e tjerë që do t'i prezentojmë ja tani një momenti. Sa të lëm pak këtu tani unë. Do përdorim tonën sot, se shoh që këtu kemi mund të përdorim tona, Anila, mund të përdorim edhe atë sallamin turist për ta plotësuar. Nëse mund të shkoj edhe, okej. Çfarë mund të ndodhet në shtëpi, në fakt? Shijojmë shumë prej recetave tona me produktet tona. Sot kemi zgjedhur pikërisht qafën e tymosur crudo, që është fantastike, më besoni, qoftë për të konsumuar kështu në formën e thjeshtë të saj, qoftë për të përgatitur ca brusketa me bukë të thekur, po pse jo ato pjatancat mesore në mes të tavolinës. Shkojnë shumë, gjithashtu kemi edhe prosciuton e kofshës të tymosur me feta në një variant tjetër që ndoshta të dyja mund t'i alternojmë në një nga recetat që do të sjellim sot. Meqense jemi te kjo koha që i kushtojmë miqve tanë, që janë pjesë e vilës tonë të përditshme, sigurisht që vila jonë dhe frigoriferi nuk do të kishte kuptim pa shumë prej produkteve që ne kemi kënaqësinë t'i kemi në studio, të gatuajmë me to, t'ua prezantojmë dhe të shijojmë gjithashtu rezultatin final të recetave tona, kështu që do të doja që t'ju kujtoja mënyrën se si të gjithë ne e nisim ditën dhe kështu duhet të jetë në fakt, meqense çdo moment i ditës ka nevojë për ca vitamina të veçanta, për shembull mëngjesi ka nevojë për proteina, ka nevojë për energji, sepse kemi përpara orë të tëra dhe angazhime të ditës që na duan të jemi në formë, kështu që mënyra më e mirë dhe më e shpejt në të njëjtën kohë, sepse imagjinoni se sa pak minuta ju duhet për të zier 2 kokra vezë në mëngjes, mbetet veza. Sigurisht që veza O Vital është e preferuar jonë këtu në Villa 24, janë vezë të freskëta, cilësore dhe të shëndetshme, cilësi ushqyese e shkëlqyer dhe aromë delikate. Ju e keni parë sa herë që në çajmë një kokur vezë, sa e pastër dhe e kthjellët është e bardha e saj, sa e rumbullakët edhe me një diametër të caktuar, sepse duhet thënë që këto janë kritere të vogla që në pamje të parë tregojnë për një vezë cilësore, por shumë të rëndësishme dhe janë këto elementet që të gjithë ne duhet të jemi të vëmendshëm në momentin që bëjmë pazar për të identifikuar një produkt cilësor dhe të mirë. E ndërkohë që jemi edhe prag fundjavë, kështu që unë e di që shumë prej nesh mëngjesin do ta nisin me petullat e mëngjesit, me krepat apo me gatime të tjera të shpejta që shijojnë shumë për të nisur ditën. Ne gatuajmë me mielin Ola nga kompania Atlas, të rreshtuara janë një pjesë e mirë e tipit të miellit që gjeni nga kompania Atlas, që nga mielli për çdo përdorim dhe të gjitha variantet e tjera të tij, mielli misrit i bardhë apo i verdhë, mielli integral, mielli farin ap me shije portokalli me vanilja apo çokoladë, ku brenda kemi edhe pluhurin fryrës, gjithashtu dhe cilësinë maksimale të miellit për të përgatitur ato kekrat në kushte shtëpie me shumë pak përbërës edhe të thjeshtë në kohë. Ndërkohë që po ju kujtoj dhe pjatën më të thjeshtë të mundshme dhe më të shijshme që mund të përgatisim kur kthehemi në shtëpi dhe s'kemi bërë asgjë për drek. Shpëtimtari gjithmonë mbeten pastat, janë pastat Ola që edhe çdo ditë javës të llogarisim të konsumojmë nga një të tillë. Ola na vjen me variante të ndryshme në treg, kështu që ju zgjidhni formën tuaj të preferuar duke u përshtatur edhe recetës apo dëshirës tuaj në çdo formë të pastave Ola. Cilësia është maksimale, janë të përgatitura pikërisht nga cilësia më e mirë e miellit të grurit, prodhohen në Itali dhe vinë në Shqipëri me shumë dashuri për konsumatorin shqiptar, gjë që ne kemi treguar që në momentin që i vendosëm atë të nxjerrën me ujë të nxehtë për të zier, sesa ndryshim kanë nga pastat e tjera të zakonta, asnjëra prej tyre nuk ngjit nga njëra tjetra, asnjëra nuk ndryshon formën, ngjyrën dhe pa diskutim shihen e keni provuar dhe me siguri jeni dakord dhe me ne këtu në studio. Atëherë të dashura Anvisa, Sanila tha informacionin e dur, unë këtu, siç e shikoni, kam shtuar edhe orizin. Oriz do të na duhet për këtë lloj, domethënë gjysmë luge të supës, jo më tepër, është i mjaftueshëm. Kemi hedhur dhe orizin, tani do ta rregullojmë edhe me erzat, por jo vetëm. Tu kam vendosur ujë të ngrohtë. Hedhim një lug mix erzash, nëse keni, do me thënë është ajo lëng mishi që neve them duhet të bëjmë. Do të shtojmë pak krip këtu, do të shtojmë piper, edhe do të kemi dhe erzat e freskëta dhe kemi mbushjen gati.
Por, më përpara, doja t'i shtoja pak cip limoni, Anila, nuk e di, kam këtu atë edhe... Me qënë se do të kemi edhe një salcë limoni që do të shoqëroj. Edhe lëng limoni, sepse e kemi thënë gjithmonë edhe cipa, edhe lëngu i limoni, lëngu njëherë e mban të shkrifët. Lëkura, cipa e limonit, i jep shije. Me qënë se e keni, dhe nëse keni bio limonin të freskët, nga baqet tuaja, se ka dhe familje që kanë në shtëpi, në baqet e tyre. Sa mirë do ishte ashtu, përdoreni. Jep tjetër shije, edhe pak lëng limoni. Ashtu. Dhe tani e kemi gati këtë mbushje, duke shtuar edhe erëzat e freskëta. Ti marrë ti hedhim aty brenda direkt. Ti trazëm edhe i kemi gati për të mbushur. Nuk ka nevoj tani që ti lëm të qëndrojnë akoma, thjesht një përzierje, edhe unë po i kthej këtu faktikisht që të kemi mundësin që ti mos mbaj t'i gani këtu për para se s'kam. Po, s'kemi vënd në fakt se kemi të ryezën plot tani, pasi kemi ende shumë tasa të mbushur me përbërësit që do të në duan edhe për recetën tjetër sot. Ja, ti hedhim këtë ujnë këtu brënda. Të marim këto lëngjet e mira. Ja. Dhe mbajmë tiganin tani dhe heqim tenxeren. E ullim pak temperaturën, këtë e fikim fare. Kështë hargji, si themin e ta këthejmë dryshe tani. Mbushja. Mbushja. Dhe fillojmë dhe i mbushim. Si që kemi reshtuar kështu në tenxhere, nuk ka nevoj që ti heqim nga tenxherja. Më mirë, prandaj thash që tigani do na pengonte, ndërsa këtu, ja. Edhe me thënë të drejtën, këto mendoj se mbushen më kollaj. Duke i lënë kështu të reshtuara? Po. Po, se mbaj njëra tjetrën edhe nuk rëshkasen. U hedhim nga një lugë fillimisht, ato që janë të mëdhaja sigurisht që duan edhe më tepër, do t'i shikojmë. Bëjmë një shpërndarje në mënyrë të barabartë, pastaj shtojmë çfarë na mbetet. Në fakt të kështu, duke e ka vërdisur, se keni idenë se sa aromë dhe sa shihet mirë, kështu që edhe ju bëjeni edhe kështu, edhe ashtu se si ju tham. Në rregull. Tani këto të mëdhat, do të shtojmë dhe pak, po. Ti mbushim mirë. A shikon, sigur e kishim si me gramatura, Anila. Nuk i mendoja se do dilte. Ndonjëherë dalin vetë këto. Edhe pak mbushje bëmë, shumë pak mish, shumë pak oriz. Që për 4 veta, sepse ndërkohë që neve këtyre, do t'i bëjmë edhe atë salcën, që do jetë ekstra, edhe pritani që këtu. Ta bëjmë tamam si ato një koqiret e mira që nuk lën asë një qik gjë që të shkoj dëm. Marim të lëngje të tani. Ta bëjmë tamam. Se ja lëngje vaj. Asgjë fare, ama. Asgjë vërtet. Ashtu ja i ku edhe kjo. Kur të mbarojmë me gatimin, do të shojmë recetën. Po të përqëndrojmë se pas ka shumë faza. Ja. Kapakon. Kapakët. Okej. Të mundohemi të gjejmë kush i përkon kujt, po. Ky është i madh prap këtu. Prap ky i madhi këtu. I vogli. I madhi. Ne të paktën të kemi për të gjitha, besoj se kam mbajtur për të gjitha. Edhe një të duhet, po, i në rregull. I kam në rregull, po. I pas kam numëruar. I mbulojmë në këtë mënyrë dhe më pas? Më pas... Sepse nuk duhet ja edhe lëngun lartë kështu. Ja edhe shanash. Po. Edhe pak piper. Gjanë dhe bukur kjo, kështu. Mirë në gjajnë, edhe në servirje pastaj në gjajnë shumë mirë. Po. Tani këtë lëngun, nuk ka problem, se unë do të akulloj pastaj lëngun që do bëhet ajo salca, do ju atregoj pastaj. Po e hedhim brënda se janë në kavardisin që u bë mishi, nxori ato, si them gjithmonë, lëndët ekstraktive, do me thënë që përmbar mishi, janë në lëngjet që japin shumë shije. Kështu që, prandaj dhe unë e hodha këtë te tigani. Të të sjell një garush dhe kati, apo?
Do ta hedh këtu në cepën, ja Okej, këtu kështu. mirë. Njëra do marri, po s'ka problem. Mori njëra. Po të tjerat pastaj unë do t'i kulloj. Ja. Okej. Është mjaftueshëm. Nuk e mbushim plot fare, se kungujt janë të njohur, edhe nuk ka nevojë. Tani tjetra që duhet e çdo kungulli. Pak vaj ulliri kështu sipër, për t'i shijuar. Edhe do të zihen ato dhe me avujt e tyre. Ato lëngjet që të ngelen pastaj, ne do të bëjmë atë salsën shoqëruse. Vendosim për t'u bërë gati. Do të hedhë në një nga këto Gjethet e borzilokut. Nene Gjik është, Anila. Nene Gjik. E mirë, më pëlqen borziloku mua Po prandaj. mirë, hidhi borziloku. Borziloku në saksi, me që të pëlqen ty. Unë i hodha Nene Gjik. Okej. Ja, e kemi gati, do t'a lëmë në temperaturë mesatare, jo në të fort temperaturën, sepse i shpërthen edhe janë të njoma, ndërkohë që vëm temperaturë të lartë, ajo i shpërthen dhe i hapë. Kështu që duhet një temperaturë e ullët në mesatare dhe do t'i lëni që të zjenë rreth 25-30 minuta, i shikojmë. Nuk duan kohë më tepër. Do lexojmë recetën që sa po përfundua? Lexojmë, do lajduar edhe të fillojmë recetën e radhës. Në rregull. Atëherë, kunguj të mbushur me salcë limoni, ne sa po i vendosëm tani kapakun e do t'i lëm të gatuhen, ka mbetur nga kjo recet, vetëm përgatitja e salcës. Ndaj edhe në recet i kemi të ndara në dy pjesë. Pjesa e parë është pikërisht ajo që ju duhet për të mbushur kungujt, sigurisht që janë 5-6 kungujt të njomë. Do t'ishte mirë, pra si them që në fillim të jenë paksa të gjërë, që të kenë një lloj bazamenti edhe hapësire në brendësi. Për të mbushur, do të na duhen 300 gram mish i grirë, një kokër qep, 3-4 lugë supe oriz, kopër, majdanoz, Nene Gjik sipas dëshirës, krip dhe piper. Një lugë supe djath kaçkavall, kjo me siguri do t'jetë fundit fare para se t'i shërbejmë. Salca do të bëhet me 2 vezë, një limon dhe një lugë niseshte. Kati ta lexoj dhe recetën tjetër, e di që se ke prezantuar rente, por... Jo, lexoje, s'ka problem, se ne do fillojmë me recetën. Në rregull, atëherë, çfarë do të përgatisim tani? Është qofte me salcë dhe bukë të thekur në furrë. Për qofte do të na duhen 400-500 gram mish i grirë, një qep, një 2 thelpinj hudhër, një vezë, 2 lugë galet, një lugë supe uthull, një lugë supe vaj, krip, piper, rigon. Kjo recet ka edhe pjesën e saj të dytë, që është pikërisht salca, edhe buka e thekur pastaj, kështu që po i lexojmë të dyja njëra pas tjetrës, 2-3 domate të pjekura për salcën, një lugë çaj salcë domate, një lugë piperi kuj speci, një lugë supe mix erzash, vaj gjalp, ndërsa për bukën e thekur na duhen 3-4 feta bukë, 2 thelpinj hudhër, rigon, vaj, 100 gram djath kaçkavall dhe 5 feta prosciutto. Prosciutto nga tona do të sjellim në sot. Kështu që nisim nga puna, se shoh që pas kemi goxha gjëra për të bërë te këto qoftet. Juve të dashuran visa i dëgjuat produkte që do të na duhen, neve do të shpjegojmë. Atëherë, do të kemi, në radhë të parë do të përgatisim një salcë. Një salcë që do ta bëjmë me një lugë salcë pelte domate, një lugë të kafes piper të kuq dhe një lugë të supës mix erzash, them unë, një lëng mishi, një si thua lëng perimesh, çfarë mund të gjendet juve në shtëpi dhe çfarë juve preferon për të aromatizuar këtë salcën. Dhe fillimisht unë do filloj për ta vendosur salcën që të më bëhet gati. Dhe si bëhet salca? Gjithmonë kemi thënë që unë këtë lloj salce e bëj në këtë mënyrë. Duke skuqur. Po, hedhim yndyrën, vajin dhe vendosim ta ngre pak temperaturën. Vendosim salcën fillimisht të domates, që ta përpunojmë, do me thënë ta kavërdisim. Dhe më mbrapa aty do shtojmë piperin e kuq, do shtojmë domaten e freskët dhe do shtojmë dhe miksin e erzave. E gjithë kjo do ta lëmë që të zihej dhe do ta kemi gati një salcë të cilën do të na duhet për ta vendosur tek tava. Tek tava tani më mbrapa ne do të fillojmë për të përgatitur qoftet. Që do të kemi mishin e grirë, kam këtu një lugë rigon. Erzat përdorni juve sipas dëshirës. Këtu kam qep të cilën e kam të grirë në mikser. Këtu kam uthull. Hedhim edhe uthullën. Hedhim edhe vaj. Të marrim dhe një vezë. Edhe te uthulla mund ta thyenim, po më mirë e thin
tek ena e pastër. Okej. Edhe hedhim edhe një vezë. Piper. Anila duhet të rrasoj. Ti ma thuaj, se po nuk ma the. Nuk i prek pa lejo unë. Po. Hedhim edhe krip. Ashtu. Atë që doja, se kam djatin këtu prit, se kam haruar, se na dojde djatë kaçkava. I kam. Keme. Nuk e pash. Kam parun. Tash, si kam mundësi. Do t'ju them që, kur pregatisni qofte, nëse ju ndodhet pak djatë kaçkavall në shtëpi, shiko mua, hidheni një lugë. Nuk i keni idenë se sa shi që marrin. Me të një lugë s'është asnjë gjë. Shumë pak, as 100 lekë. Këtu duhet të vish tani kati se... Po, atëre, faleminderit Anila, ta heqesh. Hedhim piperin të aromatizohet. Ashtu. Do të hedhim domaten. Shiko, domate pure, dhe domatja ishte shumë e mirë sa e radhe domatja, nuk ishte farza brënda, edhe ajo është që është me mirë akoma. Ta trazoj edhe domate. Kjo është salsa që neve pregatitëm. Ti hedhim edhe këtë miksin e erëzave. Nëse nuk doni, mund të shtoni juve këtu në vend të kësaj, pak origon, pak piper të zi, e kështu bëheni, du me thënë juve si ta doni. Mund të shtoni akoma, i shkon dhe ndonjë gjethe dafin, edhe pak rozmarin. Bëheni dhe ndryshe. Bëheni si i doni juve. Por unë u jap një ide për punën e saj. Sepse te ky miksi erëzave për shembull ka edhe hudhër brenda, ka erëza të ndryshme, turmerik, keri. Domethënë ka ca erëza që nuk i vendosim, domethënë nuk është se i kemi gjithmonë në këndet tona, kështu që është bëheni edhe me atë, bëheni si ta doni juve, nuk po ju vendos në... Haka, ti ndaj mundjen tani. Si ta bëjmë? Duket sikur... Si të dua. Okej, si të doni. Erëzat që juve ju shijojnë. Atere, kemi hedhur dhe djatin kaçkavall. Këtu kam bukë të thërmuar, shiko? E kam thërmuar. Kjo është bukë e thërmuar galet. Ju ngelet bukë e thatë, thërmojeni në një mikser, të gjitha kemi tani. Edhe ja dhe kjo, tani asgjë tjetër, thjesht i punojmë. Edhe i bëjmë qofte. Po që do bëjmë qofte, duan edhe... tek kjo kisha hedhur edhe pak hudhër të qepa. Do i bëjmë qofte të rumbullakta, do t'i kalojmë në tigan, jo me miell, shtu si që janë. Edhe pastaj, por mirë është që pasi e punojmë dhe duhet punuar, shiko, duhet punuar mirë. Dhe kur punohen mirë, dhe me gjithë të përbërësi ne e hodhëm brënda, qofte të bëhen, si tuash, të buta në brëndësi, edhe nuk thajen, nuk bëhen ashtu forcojnë. Dhe që të mos forcojnë, rreth parë është kjo, do me thënë që të kenë lagështir brënda. Nëse shikoni që brumi nuk ka lagështir, mund të shtoni pak ujë, të ftohtë. E ndihmon. Ja. Sa më shumë ta punoni, aq më mirë bëhet brumi. Tani, ju në shtëpi, një membran kuzhine, vendoseni në frigorifer, lëreni 30 minuta, mund ta bëni edhe një ditë më përpara këtë brumi dhe ta lëni në frigorifer, do të shikoni se sa të buta bëhen dhe sa të shishme bëhen. Ka ndryshim të madhe me mënyrën që i pregatisni dhe i skuqni direkt, në atë që mund ta bëni një natë më përpara, ta lëni në frigorifer, sepse edhe qoftet ajrosen, edhe me bukën, me këto produktet e tjera që hedhin brenda fryen. Edhe kur i hedh, ato ngelen të shkrifta pastaj në brendësi. Edhe sidomos edhe kur i hedhim dhe një dorë djath ashtu siç e pat që hodha unë, se keni ide, domethënë çfarë ndryshimi kanë. Erëza të tjera të njoma nuk hedhim, s'ka nevojë që të shtojmë, janë mjaftueshëm këto që kemi hedhur. Tani, unë mendoj që ti përgatisim, ti bëjmë, sepse ne se kemi atë, si thuash, mundësin që ti lëmë. Të presim, po, dhe ta lëmë më gjatë. Edhe i marim dhe i bëjmë në këtë mënyrë. Sepse do t'i kalojmë pak në tigan. Ja, i bëjt e ka ju Anila, kështu që. Masën tani bëjni vetë se sa të doni, do me thë nuk ka në një problem. Unë do njerë nëzitoj dhe i bëj pak të mdhaj e këti mbaruj shpejt. Ju mu t'i bëni edhe më të vogla. Po si do që t'jetë puna,
Edhe kështu. Salsa Nila tani duhet të ule temperatura. Jo, doja të Ule, urdo më thuaj. për bukën. Po. Çfarë do t'i bëjmë bukës? Do t'a thekim? Te dyshi, apo ta lë fare të fikur? Shiko, vendoset e njëshi s'ka nevoj tani, ose fike fare se ka temperaturë, sobat e s'ka nevoj. Bukën e kemi ndarë në kubik. Dhe do t'a kalojmë në thekje pastaj, më vonë? Nuk ka nevoj, se shiko, do kalojmë këto, neve do ka vërdisim këto, do i skuqim lehtas, sepse do kalojmë dhe në furë, s'ka nevoj të skuqen shumë. Dhe më mbrapa, pasi të ashtu, do shtrojmë në tavë salcën, do vendosim qoftet që i kemi kaluar në tigan më përpara, do vendosim dhe këtë pancetën që kemi venduar që të vendosim, lartë do vendosim bukën, do të spërkasim me djath, me vaj, djath edhe këto do të vendosim. Ka shtirë sa Kanti e shpjegon, e na duket që e mbaruam, po në fakt ka koma punë. Shiko, ka punë, po janë punë të thjeshta. Po, pa tjetër. Si janë punë të rënda. Ne do t'i bëjmë kur të kthehemi në studio, sepse tani është momenti të bëjmë një shkëputje publicitare, kështu që të gjitha këto që i shpjeguam me fjalë, do t'i shohim derisa t'i përfundojmë e t'i provojmë kur të vim përsëri. Tani është momenti i një pushimi të shkurtër, është koha e marketingut dhe pas reklamave ne vim tek ju prapë. Erdëm, koha fluturon, e jemi rikthyer në pjesën e dytë të këndit tonë të gatimit, aty ku do të bëjmë një rikujtesë çfarë kemi sjellë tek ju në pjesën e parë, cilat janë recetat që Katerina ka zgjedhur për këtë ditë të premte, mund t'i shijoni e t'i gatuani edhe gjatë fundjavës. Shikojnë mirë, cilat janë, do na e thuash ti? Atëre. Le të më ngeret mua kjo gjë që do të thotë neve sot përgatitëm kunguj të mbushur. Le të fillojmë këtej, sa të më bëhet dhe tigani gati. Shumë mirë. Ja, këta janë në ato kungujt e mbushur, të cilës, si që shikoni, ne kemi vendosur për të zirë avash, por që kemi arritur deri këtu, çfarë kemi bërë fillimisht? Në fillim fare, mishin e grirë të cilën e ka vërdisëm pa i ndyrë pa i gjënë në tigan, që të na tekërohet, më mbrapa shtuam qepën, më mbrapa të me thënë edhe atë e ka vërdisëm pak, duke shtuar kripën dhe piperin atë moment, shtuam orizin, më mbrapa kemi shtuar edhe erzat kopër majdanoz, e shua me pak lëng limoni dhe me cipën e limonit dhe me atë mbushje neve mbushëm kungujt, që kungujt i pastruam nga pjesa e brëndshme dhe u kemi vendosur mbushjen më mbrapa, kapakun, pregatitëm një lëng perimesh ose lëng mishi, çfarë të doni juve, nuk e hedhim plot, e hedhim në 3/4 e masës së kungujve, s'ka nevoj për më tepër. I spërkatëm këto më mbrapa me kripën dhe me piperi, me vaj ulliri dhe vendosëm dhe këto gjethet faktikisht në energjikut, mua më pëlqenë dhe vendosa, nëse juve ju pëlqenë, mundet i vendosë, në rast kundër mundet i anashkaloni. Dhe i lëni që të zi në temperaturë mesatare për 25-30 minuta dhe do t'i keni gati për të pregatitur salcën dhe t'i servini me këtë salcën që neve do t'ju themi. Derisa të vija i momentu, do ju tregoj recetën e radhës dhe pastaj do të kalojmë këtu për të pregatitur salcën dhe për t'i serviru kungujt e mbushur. Receta e radhës. Dalë të heqim dhe këtë nga fura, Nila? Bukët, po, ato bukët që na i treguam më herët të ndara në kubik, i kemi vendosur në furrë për t'u thekur dhe do të shohim dhe mënyrën se si do të bëhen së bashku me qoftet dhe me salcën e domates që kemi gatuar më parë. Gjithçka që kemi bërë më parë, dhe ndoshta ju se keni ndjekur, po ju kujtoj se mund të rigjeni pak minuta më vonë duke klikuar në dy kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24, në Vila 24 gjithashtu, në gjeni. Edhe, ja ku kemi edhe bukën e misrit të mbushur nga dje, një recet tjetër shumë të shishme me spece, me domate, dhe gjithçka që kemi sjellë këtë javë dhe gjatë gjithë sezonit, gjithashtu edhe Balkan Web, na gjeni edhe aty, mua dhe Katin, duke gatuar, duke provuar, duke shijuar, duke propozuar të gjitha gatimet tona të përditshme. Po, patjetër të gjitha. Tani, ne fillojmë me recetën e radhës, që thamë do të bëjmë, si thuash,
një tavë që bëhet me qofte, me bukën e mbetur, e riciklojmë dhe bëjmë një gjellë për të kaluar vaktin e drekës me thënë të drejtën, sepse do të kemi qofte, do të kemi bukën, do të kemi edhe salcën, bukë e gjellë bashkë. Të gjitha, në një. Ashtu, për qoftet, është shumë e thjeshtë mënyra se si neve i përgatitëm, mishin e grirë, një qep, në një thelpi hudhër, krip piper, që kemi hedhur tjetër? Unë hodha pak, do me thënë, djath, nga djathi që juve do të përdorni për të hedhur lartë, hidhni një dorë djath brenda, sepse edhe qoftet bëhen shumë të mira, shumë të shishme. Sekreti i qofteve është që duan ngjeshur mirë, duan qëndruar, do me thënë, të paktën gjysmë ore dhe, nuk diskutohet, por një natë më përpara që ju thash t'i lëni në frigorifer dhe t'i punoni të nesërme, do me thënë t'i bëni kështu top tha për t'i kalojmë në tigan tani, do t'jetë mënyra më ideale, pse ju do të provoni dhe do shikoni që do të bëhen të shkrifta, do të bëhen të buta, do me thënë ajrosen, edhe shien do t'a kenë shumë herë më të mirë se sa kur i bënin në moment. To ishim bukën tani atë që një bukë që ju ka ngelur, e prisni në kubik, unë i hodha pak vaj ulliri dhe i kalova në furrë, që të thekërohen pak, sepse kur thekërohen marin tjetër shije, pavarësisht se do të futen edhe në furrë prap, por këtu duhet që të marin dhe një shije më të mirë. Dhe do të thoshja edhe për punën e salcës, para pregatisim një salcë me një lugë pelte domate, që është një e supës, një lugë të kafes, piper të kuqës, speci, nëse doni këtu mund të shtoni edhe në një spec djegës, i shkon, nëse jeni, si tua ju pëlqen dashamirës të specit djegës, mund të shtoni në këtë moment që ka vërdise, do me thënë salca, pastaj më mbrapa hedhim piperin, pastaj hedhim domate në puret, të cilat 1, 2, 3 domate sa të keni, që të bëhet një salcë e lidhur, e lëm që të zi, dhe kemi gati salcën, ndërkohë që do të bëj unë edhe qoftet gati, pra këtu thjesht, më ngrohet, edhe nuk i kalojmë në miell, nuk ka nevojë për në miell, kështu siç janë. Thamë të qoftet që kemi hedhur dhe vezë, se pa vezë nuk bëhen qoftet, veza i lidh. I lidh, po. Dhe siç thema herët katë, brumi i qofteve duhet të jetë i butë, i shkrifët, jo i fort. Kështu që veza ndër të tjera e krijon edhe atë efektin e jep mundësinë që mos të hapen. Edhe është ajo që them që unë nuk i kaloj në miell, nuk ka nevojë për miell këto. Tani bukë galet, nuk e di se kemi shkuar galet, bukë e thekur, ca e di galet, të rinjt e di galet, neve të vjetrit e dim bukë të thekur, të cilën e grim në makinë grishse, edhe dikur kështu e shtypnim neve. Tani këto do t'i bëjmë një kështu skuqe, do t'i lëm pak që të marrim. Këto do të marrë unë salcën andej tani që ta vendos këtu tek tava. Në rregull. Edhe të fillojmë t'i bëjmë punët përpara që të arrijmë edhe kohën. Ne përpara i kemi vënë kati. I kemi vënë thua? Aha. Po shqyqy. I kemi vënë thua. Pas kemi fatin e mirë sot pasaj. Ja, shikoj se sa mirë që bëhet kjo salca. E lidhur. Tani këtu për punën e salcës. Po. Tu mund të luajnë me borzilok, nëse duam, do me thënë që t'i japim një freski edhe një tjetër, po i shkon. Edhe kjo lloj, do me thënë, ky gatim, edhe pse, do me thënë, me qofte edhe me bukë edhe kështu, mund të shkoj akoma edhe me pure. Vendosim një shtresë pure e por, edhe të vendosim me kështu, që ta kemi si shoqërus. Po, në drejt. Pra ka mënyra të cilat ju mund t'i zgjidhni për t'i shijuar në tryezat tuaja, kombinimet i bëni ju. Ashtu tani lëm këtë këtu. Mund të ma presa një latë më zjerë sa... Atëherë, edhe të marrim edhe këtë. Është momenti që ne t'i shtojmë qafën e tymosur krudo nga tona kësaj recete. Neve këto, thjesht sa i mpim, se këto do kalojnë pastaj në furrë. Pa. Por thjesht një mpirje dhe me pak vaj, jo me shumë vaj. Dhe do llogarisim vajin, që vaj që do hedhim tek gjella, do t'jetë edhe ky vaj që kemi këtu. Sa të duan? E gjitha pakoja, apo? E prit të marrim gjysmën e venë. Marrim gjysmën, okej, s'po e hap deri në fund, pra që të kemi të vogël, kështu që tani kjo, nga që është e tymosur Anila, e jep një ekstra shije. Në vërtet.
edhe me bukë të thekur shkon shumë. Dhe me këtë mënyrën se si do të përgatisim, akoma edhe më shumë. Jashtë. Tani këto yndyrnat, sa të lëshoj pak të aromën kjo prosciuta, do t'i heqim dhe do t'i vendosim në tavë. Okej. I rreshtojmë tani. Kati, do më falësh ta afrojmë pakës fare? Okej. Shumë mirë. Që edhe të duken këtë drejt. Edhe kështu vetëm me këto, po ne tani e bëjmë si thua gjelle edhe bukë bashkë, se dhe vetëm me këto qofte, duke shtuar salsën, bëjmë si thua qofte me salsë. Dhe tjetra pastaj, bëjmë një pilafa, bëjmë një makarona, një ashtu dhe i shoqërojmë një makaron, zim një makaron thjesht, edhe shoqërojmë me qoftet me salsë. Pra, një gjellë dhe 100 mendime, 100 si thua shërbime. Ja, këto tani, zorën këtë shihen shumë të mirë. Ashtë dhe ta lëmë në fund këtë që t'ja hedhë si për bukës. Tani është koha e bukës? Po. A ti hedhë salsën njërë se haruam salsën tjetër. Pastaj. Se nuk dua ta bëj bukën me salsë prandaj. Buka do mbulohet vetëm me djathë? Me djathi. Nuk ka nevoj për salsën. Okej. Të hedhim të gjithën. Ne hedhim se ajo pak është, kështu që është sasi. Ashtu. Tani, hedhim edhe bukën. Ta marrë me dorë, më? Po pse jo? Tani nuk do shumë kohë në furë kjo, një 10-15 minutë, të me thënë të shkrijet edhe djathi, dhe të lidhen. Salca është e pregatitur, qofte po thuaj se gjysëm të bëra gati. Ne mbuloj me djathë që shkrin, dhe e vendosim në furë për 10 minuta. Edhe do të kemi gati. Dhe gjatë kësaj kohë, që presim të përfundoj gatimin, do të merremi me kungujt. Ka mbetur salca me limon e vezba jashtuar, të cilën të shohim se si do të përgatitet, e natyrisht në fund fare për të bërë edhe një përmbledhje dhe për të rikthyer edhe një herë të gjitha recetat në ekran, se cila e prej tyre ka disa pjesë, por janë të thjeshta për të përgatitur dhe nuk është se duan përbërës të veçantë, janë pothuajse ato ingredientë që ne i kemi pjesë të familjeve tona, pra në rastin e kungujve, pak oriz, pak erza, kri piper, do me thënë janë qep, janë nga këto ingredientë që kemi në shtëpi. Thjesht i bëjmë bashkë, i sjellim në një mënyrë ndryshe, dhe Opa, faleminderit Anil. Gatuajmë diçka, pra. Atëherë, këtej nuk kemi më punë. Nuk kemi më punë, përfunduam atje, tani më disa nga gjërat që kanë mbetur dhe ne merremi me recetën e kungujve. A është momenti tamam për t'ia shtuar atë salcën? Tani është momenti që do kullojmë, do me thënë të përgatisim salcën, sepse dhe salca do punë. Po. Do punë, okej. Nuk e bëjmë direkt kështu, do ju tregoj se si bëhet. Tani, marim të gjellën. Heqim langun.
Ma di mendoj që ta kulloj direkt, Anila. Po pra, ma e të ndihmoj unë, apo Ja, e mban ajo ashtu? Besoj se e mban. Me kujdes, pra lëngun që tashmë ju shtuar edhe shia. Pjesë më të madhe, dhe me thënë të lëngut. Ashtu, ja, sprishen ato. Mbajtën njëra tjetrën. Po, shumë mirë. E shmangele diku këtu tani dhe ta fikim. Edhe të ndezim të më tepër që të bëjmë salcën. Ashtu. Pak u letja vendosim ta kemi. Këti, Urdo. ne 3 minuta kohë kemi nga ky moment. Harim. Harim, okej. Nga që më the salca ka punë edhe... Jo, nuk. Okej. Jo, ka punë që ja prit një herë. Okej. Një. E hedhim direkt se e di që vezët i kam të mira. Të marrë pak akull. Akull? Po, Akull. për të më regluar temperaturën. Përzim vezët. Okej. Se do hedhim këtë lëngun e ngrohtë. Edhe do hedhim edhe një theshte. Dhe do të kalojmë në Trazoj sobë. lutem, Anila, sa të bëjmë pak gati këtë edhe. Mirë. Atëra, ta themi dhe me fjalë ndërkohë që sado që do jetë koha, të paktën ta kemi të shpjeguar. Ja, Lëngun e shtojmë këtu, tek veza, te vezët. po aty edhe një seshtë dhe limona. Po, e ndihmon, do me thënë e kemi kulluar lëngu. Tani sa të na shtojmë edhe një seshte. E trazojmë që të shkrini seshtja. Pastaj shtojmë dhe lëngun tjetër. Edhe kemi gati, por do të shtojmë këtu akoma dhe lëngun e limonit. Me qënë se jemi në fund fare, do më duhet të nxjerrë gatimin që tashmë ka përfunduar, të pak të njërën për tyre e kemi... Tani, se s'ka kuptim, pos... Jedhëm dhe lëngun tjetër. Se kjo është kryesorja, salca. Këtu, ku e kemi më mbarë, besoj këtu është okej. Faleminderit, Anil. Të lutem, Kati. Anil, lutem, mund të trazosh ti këtë dhe unë të servir kungujt, sepse kjo salsa do serviret mbi kungujt. Okej. Që të harim edhe konë. Trazoj se do të trazuar reshta zja jo. Okej. Opa, e marem këtu. Tani, Kat, Po më thuaj. më thonë që duhet ta mbyllim. Aman, more, se kjo ishte gjëja më e bukur. E këtyre Sa kungujt. keq i vjen Katit. Po, Aman, sepse more. Gjithë puna, Hajde, shpejt. Shikon, ne ju e dini që në Balkanoj ta gjeni si doj që të jetë fjatën e përfunduar. sarim të merrim edhe një, si thuash, një lugë tjetër dhe përvëllojemi. Një me kujdes duar, se s'doj që t'jetë. Pra, kungujve do t'i shtojmë sipër edhe salcën, pasi të jetë lidhur. Salca do shtohet në një gjethe, si thuash. Okej, mirë, nuk kemi më kohë ta tregojmë. Lajfi ka këto gjëra, kështu që Kati është momenti të bëjmë shkëputjen edhe mbylljen tonë edhe për sot, ndërkohë tavën e patë gjatë kohës që e nxorëm edhe nga furra. Salsa bëhet shumë kremoze, bëhet shumë e mirë dhe pak do na duhet, ta dinim ta kishim përgatitur. E pra, po jo, nuk kemi më kohë, kemi të kaluar kohën. Filloj. Kur i doj gjërat shpejt, asnjëherë nuk bën. Ja, mbaroj Anila. Ndërkohë, sa po t'i hedhim salcën me njëherë shkëputemi, pa e zgjatur më shumë, duke ju falenderuar që keni qëndruar me ne. Edhe duke falenderuar edhe ty, Kati, për recetat e ditës së sotme, duke të uruar një fundjavë. Faleminderit e dashur. Falenderojmë edhe anvisat që qëndruan me ne. Tani një dekor të shpejt përgatitëm neve, juve në shtëpi bëheni akoma edhe më bukur. Miropafshim nga unë Katerina, kalofshi sa më bukur, mos i zgjedhoni përgatisni familjet tuaja, se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Faleminderit e dashur. Në kuzhinë, të lumshin duart Kati, ndjes për ngutjen, po lajfi i ka këto ndonjëherë ikën më shpejt se ç'duhet. Shkëputemi nga kuzhina.